15 vite këngë magjike, me undalë me mëndu nuk janë edhe pak. Brenda 15 viteve ndodhë gjithë qka. Morën pjesë këngëtar të shumët, këngëtar me emër, shumica për tyre edhe u shpërblyet. Ajo që ka vlenë të përmendet ishte skenografia që ishte fantastike. Mirë po çfarë ndodhi mbrapa, aty ku natën finale, artistët tanë po silleshin poshtë e lartë. Po të mos ishte preveja, s'di çka kishin bo. Në vazhdim ju sjellim prapaskenat e këngës magjike 2013. U përmbyll edhe viti i 15 i këngës magjike, një festival me emër për grumbullimin e artistëve shqiptarë nga të gjitha trevat. Pamja e një skenografie gjigande e të krijuar deri në detajet më të fundit ka bërë që ky edicion i saj të lavdërohet të paktën për një gjë. Festival që na ofron mundësinë për të lakmuar, shikuar e për të kritikuar për një natë të gjithë ata që mblidhen e kanë mundësinë ta shohin. Me të mira e të këqija dhe çmime me bollëk, kështu duke përmbushur lumturinë pothuajse të çdo pjesëmarrësi. Gjithë kjo skenografi e ky spektakël u pa nga gjithë përmes ekraneve televizive. Ja nisi edhe kënga, e mbrapa ishin mbledhur vallëtarët, koreografët e disa këngëtarë duke shikuar se çfarë po ndodh pas tyre. Teksa Albani po kujdese për hapjen e festivalit së fituesi 2012-s, Rozana po këndonte me një ndryshim teksti për performancën e tij. Alban Skënderaj, çfarë mendon për këngën e si vjetme? Ka apo s'ka konkurrencë? Gjithsesi mua më pëlqen këtë vit fakti që ka shumë rryma. Ka dhe këngë që ndoshta nuk janë radiofonike, që dëgjohen nëpër radio, por janë këngë që i bëjnë shumë mirë një show. Ajo që ishte e vërejshme si vjet është se pothuajse të gjitha këngët që u kënduan nga shqiptarët e Shqipërisë kishin të shprehurit në tekstet e tyre fjalorin kosovar. E derisa po këndonte Era Rusi një tekst kosovar që Ronela Ajati po kërcente e po kënaqej. Përkundrazi, teksa këngëtarët e tjerë performonin, nuk ishin edhe shumë të interesuar kolegët për performancën e tyre apo të jepnin atë mbështetje morale. Po nëse njëri tjetrit si gjindeni, kush prisni të ju hidhet pas? Arditi i madhi Ardit. Mblodhi këngëtarët e ju kërcënua, se po të vazhdonin të falemderonin stilistin, grimin e tjerë si që është zakon në paraqitit e mëdha, a i do t'u atregon të shefin. Do prisni përgjigje shumë të bukura nga unë në skenë. Ju tash vetëm autorët e këngës, që do të falenderoni.
Era Rusi dhe GBMC ishin ata që morën të parët çmimin e duetit më të mirë. E po ku ishte dueti këtu, nga se GBMC nuk dëgjoi se kënduari, krejt çka bënte ishin disa klithma të stilit rap. Gendi ka pjesën më kryesore në këngë, që është refreni. Ndryshimi e di ku ka qenë. Çdo njeri kur bashkëpunon ose çdo artist kur bashkëpunon, përgjithësi marrë një 8 barse ose 12 barse. Unë kam pas refrenin, di kështu që është goxha bashkëpunim dhe është vërtet goxha featuring, kështu që mendoj se Jessica Polo u shpërblye me çmimin Zëri më i mirë, teksa në gazeta u cilësua se ky çmim duhet I takoj Adelina Thaqit. Nejse, Jessica po performonte ndërsa korridori u zbraz, e vetme nëna e saj ishte që ndjente me ëndje e kënaqe teksa shehte të bien duke performuar. Ndërsa në pjesën e grimit kishte arritur edhe me përfolura e këngës magjike, Nora I Strefi, me Jehona Sopin e parukierin Kaci, kështu duke u bërë gati secili më vete. Jehona zemër bardh kujdese për Ozana Radin. Rozi, hajde, qa përin aty vetëm. E Adelina Thaqit ju rikthyet disponimi pasi që tashmë kishte dikë për t'u shoqëruar. Ronela Hayati na u shpërblye me çmimin e internetit, duke qenë kështu një kontrast me vitet e kaluara, si kënga më e klikuar, pasi që Adrian Gagja na mblodhi mbi 4 milion klikime, e Ronela si vjet afro 500.000. Çmimi I internetit është çmimi më I mirë që mund të ke marrë në jetën time. Gjithmonë jam vlerësuar me çmime në fakt. Ky është çmimi më I mirë sepse ta jep publiku. Edhe sot edhe një shfaqje të nxehtë, baja ke nxehtë. Mos është pak erë për shfaqje. Jo, more I bëjnë edhe më keq në mes të ditës, më beso mua, janë mësuar me këto gjëra. Prive. Jonida Maliqi e pranishme në Grim po kujdese butësisht për mikrofonin e saj personal në vlerë prej 10.000 euro. Pastaj me e prapti, Adelina na u shpërblye me çmimin e madh të Çeskëzadea. Pse vendosi e mërzitur Adelina të na kthehej në festival pas një pauze të gjatë. Po kam mendu se unë si këngëtare kam fillu karrierën pikërisht prej festivaleve dhe kam mendu me u rikthy në festival. Më pëlqen gara, adrenalina dhe është I shiqum shumë, dhe më thonë ku ka shqiptar. Mariza Ikonomi u rikthye gjithashtu në këtë festival, ku edhe u shpërblye me çmimin e interpretimit më të mirë, ku përveç këndimit nuk është se pam interpretim, se në çfarë u bazuan për këtë çmim mbetet enigmë. Kam përshtypjen që kënga magjike, unë jam rritur me këngën magjike, jam rritur me festivalin e sidomos edhe me këngën magjike dhe RTSH. Dhe kjo skenë ka një emocion veçantë që sa herë që vi edhe sa herë që interpretoj është magjike. Drena Bazi, një këngë me Zigzag Orkestrën, ishte e zgjedhura për t'u shpërblyer si kënga stel. E duhura apo era shorti me rëndësi, Dreni çmimin e mori. Është një prej festivaleve më të mira që kemi këto që kemi, kështu që është diçka që besoj që ja ka vlerë. Trajnim çdo do ta shohim që jemi në madhe. Ma mirë me qenë me një madh se sa me një vogël atë. Është gjithmonë ma mirë me qenë me një madh. Jo, kjo është diçka shumë s'pëti. Është përshtypje e njerëzve të caktuar. Ajo që la shije të keqe pasi që u diskualifikua ishte Mihrie Braha, edhe pse kënga u pëlqye shumë nga audienca, këngëtarja mbeti jashtë loje. Në fakt, unë kënga Mihries ka pëlqyer, Bili e ka vlerësuar në vend të tretë. Në këtë vit kam një pikë në zemër, Mihrie Braha, për hir të vërtetës në qoftë se don atë që unë ndjej. Do doja që të ishte në natën finale, e çmoj pafund dhe mendoj që ajo ishte magjike si shumë të tjerë që ishin sonte. Jehona Sopi u rikthye në skenën e këngës magjike me një balad, e cila u pëlqye nga publiku si këngë. Vendosa ta përjetoja edhe një herë atë eksperiencë. Edhe jam këtu. Jam shumë e lumtur që jam këtu me një këngë shumë të bukur, e dua shumë këngën time.
Nora, një femër e nxehtë me dukje më të perfeksionuar e stil më unik në festival. Bëri që të jetë femra më e përfolur e muajit, kryesisht për mbathjet e saj që ishin brengë shumë kujt. Fakti që Nora erdhi me balad në festivalin e këngës magjike e titulli bëri që të pëlqejt shumë, e sidomos në Shqipëri. Kjo ndoshta nga fakti që e folura e Shqipës son po del të jetë trend i ri në tregun e muzikës shqiptare. Po ka qenë një dëshirë e kahëmardhshme e ime, me qenë se nuk kom qenë shumë e vënë mas festivaleve, po pra që këtë vetë deshta me ndryshu diçka përveç klipeve dhe përveç këngëve kështu xhirimeve vitit të ri ose diçka deshta me marrë pjesë në festivaleve e erdha. Tashmë ishte rendi e koha që të performonte Rozana Radi. Gjatë kohës që këngëtarja performonte, rrezarta shkurtës po i nxihej ekrani, e për këtë ajo menjëherë u përkujdes me një status në Facebook, ku u shpreh mes tjerash. Sa bukur që reciton. E rëndësishme është që thohet diçka dhe nuk ngelet pa gjë. Pastaj që mos t'i lodhin publikun se i kanë dëgjuar këto gjëra kaq shumë, ti themi ndonjë gjë të re për Rozana, se çfarë thohet nga gojët e njerëzve, nuk thohet nga Rozana. Që kështu kreta jedhin por sepse janë thashë theme, unë pauzoj kur kam për të bërë teatr dhe bëj muzikë kur nuk kam për të bërë teatr. Besa Kovdima, këngëtarja fituese e 2 çmimeve, ati Best Dance dhe çmimit të parë. E ndodh që menjëherë pasi u shpërblyej me çmimin e Best Dance dhe pas disa thashëthemeve në sallë e pyetëm se mos kishte dhënë para për të rrëmbyer çmimin e parë të këtij festivali. Unë më vjen shumë keq, por besoj që ju nuk më njihni. Unë përpreq kosa më bëni këtë pyetje. Unë kam shumë vite në skenë dhe kjo është një gjë që realisht nuk ka lidhje me mua, nuk ka pasur ndonjëherë. Besoj që të gjithë, të paktën ata që më njohin prej vitesh, është diçka që nuk do ma pyesni, nuk do ta aludoj ndonjëherë. E kështu doli, nuk ja hoqëm, Besa u shpërblye me çmimin e parë, se a pagoi apo jo, ajo e di më së miri. Momenti i madh arriti. Besa u shpall fituese për 2013 me këngën Tatuazh në zemër. Performanca edhe një herë ishte e nevojshme me gjithë kolegët në skenë. Ne e prisnim çmimin. Po Besa? Kam mësuar nga pjesëmarrjet e shumta në festival, kam mësuar mos pres asgjë më. Ja vlejti ky bashkëpunim? Ajo që la përshtypje për të keq ishte prezantimi i dobët nga vajzat për krah Arditit, se ku i gjeti ai, më së miri tregon vetë. Unë këto prezantuese i kërkova dhe i gjeta në rrugë, për të dhënë mesazhin që çdo kush mund të prezantojë një festival. Nuk është e rëndësishme që të jenë aktore, nuk është e rëndësishme që të jenë artiste të mëdha. Çdo vajzë thjesht mund të jetë në këtë skenë. Kënga magjike 2013 kaloi me zhurmë e kënaqësi, duke lënë rend punës të madhe për 2014. Se ku do t'jenë ndryshimet, mbetet të shihet. 2013